Kemi zhgënjur. Deshta me qemit, jo të ankesat, po edhe të mungesat, edhe të parashtresat. Do në fakt janë aktualitetet. Aktualitetet, po, realitet. Deshta ka shumë aktorë që fatkeqësisht janë shkput prej artit, qoftë përmes janë kysh politik, qoftë janë kysh në biznese, dikush e ka ndru jetë plot prej tyne. Kush mendon që i mungon shumë skenës? Ose kush mungon ty, Edi? Mu mungojnë plot njerëz. Po realisht njerëz që unë i kom për zemër, i kom të afërt, edhe i vlerësoj, shina me ta shpesh, kemi kontakte, nuk është që... Edhe që janë shkut s'ka, dhe më thonë ju e mbani miqësi? E mbajmë normalisht, sepse na nuk kemi vish në një projekt, na punojmë shumë punë tjera cilat nashta dhe nuk shihen. Për shembull, na nuk nalëm të punu në teatr, nuk nalëm të punu edhe punë të tjera, po që nuk e di tash sfundi kemi hub më të mirin, më të madhin profesorin tim për shembull Enver Petrovci, i cili nuk ka shans teorike në asnjëa prej punëve të mia mos më ndal komplet fjalët e tij përpara, absolutisht. Edhe na studentat të cilët jemi pjesë e profesorit, po flas prej gjeneratave të vjetra, na nuk mujmë me shoqabo dikush do më na